Kjo zonja që u therr me thik nga burri vet në München të Gjermanisë është jashtë rrezikut për jetë, nuk ka dalë në spitalit, është vetëm jashtë rrezikut për jetë, pra sa ka qenë në rrezik për jetë, është jashtë rrezikut për jetë, i lutemi për shërim sa më të shpejt, çka ka shumë interesante aty ku e mora lajmin, po diskutojnë në komente një gjë e tmerrshme. Pra po jepshin, po arsitorishin atë burrin që e ka thirrë me thik, edhe mendonin çka, bazuar në çka. E ka tatujen këtu të gjiri, a peshini që është kurv. A peshini se kjo kurv edhe mirë ja ka bua që e ka thirrë, po edhe nëse është kurv, edhe nëse ka bo ku me di çka. Këta e në kund ndam, ne. E dyta, nëse kurv lemër, dajo për isajna, ku unë s'pe di qysh po muni me arsitu të drejten për t'ja marrë jetën dikuj tjetër. A vëdeni, për mu është e tmerrshme. Këtu e keni foton ku ka qëndru këtu e këshyrë të shtramën tokë kur e ka thirrë me thik. Edhe tashti për një tatu, po mani mërë se nese mas nese mundët të një familjari u me pas tatuja, mi thonë edhe aty në qështu, zbanë.